Importi i mallrave të akcizës ka nisur vitin 2026 me një ecuri pozitive, duke treguar se konsumi në vend po vjon të mbetet i lartë edhe në kushtet kur çmimet për qytetarët janë rritur. Të dhënat e para të vitit sugjerojnë një ekonomi e cila vazhdon të gjenerojë kërkesë, sidomos për produktet bazë dhe ato të lidhura me aktivitetin e përditshëm. Karburantet mbeten zëri kryesor në këtë kategori. Rritja, ndonse e lehtë, është një tregues i qartë i intensitetit të lëvizjes ekonomike, gjë e cila reflekton përdorimin e vazhdueshëm në transport, industri dhe shërbime. Kjo tregon se bizneset dhe qytetarët nuk kanë ulur ndjeshëm aktivitetin e tyre pavarësisht kostove më të larta. Në rritje paraqitet edhe importi i cigareve. Ekspertët e lidhin këtë zhvillim jo vetëm me një konsum relativisht të qëndrueshëm, por edhe me strategjitë e tregtarëve për të krijuar rezerva paraprake. Kjo shpesh ndodh në periudhat kur priten ndryshime në taksa apo politika fiskale, të cilat mund të ndikojnë drejt për drejt në çmimet e tregut. Nga ana tjetër, produktet si bira dhe kafeja kanë shfaqur rënje në import. Ky zhvillim lidhet kryesisht me rritjen e çmimeve dhe ndryshimin e sjelljes së konsumatorëve, të cilët priren të kufizojnë shpenzimet për produkte jo thelbësore. Kjo tregon një orientim më të kujdesshëm të buxheteve familjare. Në tërësi, panorama e importeve të akcizës sugjeron për një ekonomi e cila ruan kërkesën, por njëkohësisht reflekton edhe ndryshime në mënyrën se si qytetarët shpenzojnë. Importet mbeten kështu një tregues i rëndësishëm për të kuptuar jo vetëm nivelin e konsumit, por edhe tendencat e sjelljes ekonomike në vend.